Kam pas dëshirë që kjo konvent, me që nuk mund tjetë historike, se si kem lider të mdhaj, do të mund të ishte një ngjarje demokratike. Dhe ka mund të bëhet një ngjarje demokratike nëse do të shtyhet për një javë, sikur se unë kam kërkuar, në media, para jush, dhe sikur se kam bisedu me një pjesë madhe të kryetarëve të degëve në nivel të vendit. Se unë mendoj që mes kohës dhe kualitetit, ne do të vendosmi për kualitetin. Dhe kualiteti i garës do të bëhe nëse është proces i hapur, nëse është proces demokratik, nëse marrin pjesë më shumë se sa disa kandidatë në zgjedhje, dhe unë e di që ju mund të thoni që zgjedhjet nacionale mund të marrë shpejt, por ju them juve që ne si Parti Demokratik i Kosovës, edhe kem qeverisë, edhe kem shku në zgjedhje të brendshme, edhe kem marrë zgjedhje nacionale, edhe kem formu qeveri të reja, asnjëherë nuk ka qenë pengesë, një javë më shumë, një javë më pak. Unë e falenderoj kryetarin e partisë, membrin, zotin Krasiqi, se një shoh dhe miq, për udhëheqjen që e ka bërë Partisë Demokratike të Kosovës. Po mendoj që në mënyrën se si janë shpallë zgjedhjet për 5 ditë, në mënyrën se si në konferencën e parë për shtyp e ka dhënë preferencën e tij, në mënyrën se si në televizion ka folë haptas që mbështet një kandidat, në mënyrën se si ju ka ftuar disa prej jush si kryetar Desh, duke thënë që këtë do duhet ta mbështetni, apo kjo është preferenca ime, mendoj që ka bërë garën të mbyllur dhe mendoj që nuk është garë e hapur, nuk është garë demokratike. Prandaj, unë kam kërkuar një javë zgjatje të konventës, nuk e tham me mblef, nuk e tham me fund barkut, nuk e tham me inatin, nuk e tham për ndonjë pakënaqësi, se kam menduar që është shumë e rëndësishme që me gjithë juve në sallë të bisedojmë për platformën, me gjithë juve në sallë të bisedojmë për ekipin, me gjithë juve në sallë ta kemë një ballavaçim të idesh. Kjo moment festiv, ju kishim lutur në respekt për secilin opinion, kjo garë është bash shembull i demokracisë. Cilat parti tjera e keni po që një transparent, hapur, e respektojmë mendimin e secilit. Statuti i partisë është kushtetuta jonë, nuk ka shmangje prej tij. Unë kam qenë gjithmonë kokëfort në respektim të çdo dokumenti zyrtar, sepse partitë pa i respektuar rregullat e veta, nuk mundesh me prit që respektojnë rregullat e shtetit. E ne kemi qenë gjithmonë përpjek në respektimin e kësaj. Gara ka qenë e hapur, janë 608 delegat, ka pasur hapësinë për dikun 12 kandidat. Mund vjen keq që zoti Hoxha nuk e ka ndjek asnjë prej këtyre procedurave, sepse vërtet kisha pas dëshirë me e pa ngarë. Qush kam pas shumë dëshirë para 4 vite, 4 muaj kur unë jam zgjedh, me qenë ngarë kur ka qenë ushtrues detyre, por është vendimi i tij, cilin unë e respektoj. Rrugtimi vazhdon, FDK-ja është e bashkuar, secili njeri e shpreh qëndrimin e tij, por marrim vendim, e respektojmë dhe ecim tu.